Rreth 200 çadra pritet të vendosen në Bregdetin e Vlorës, çadra këto të cilat do të jenë falas për qytetarët. Pas çelës zyrtare të sezonit turistik ka nisur puna për ndarjen e parcelave të plazhit, të cilat do të jenë në favor të qytetarëve dhe pushuesve. Sipas informacioneve, deri më tani Bashkia e Vlorës ka përcaktuar 2 hapësira publike përgjatë Bregdetit të Lungomares, ku do të pushohet falas. Në terren ka nisur dhe puna për përgatitjen e këtyre hapësirave publike. Në Vlorë ka nisur puna për përgatitjen e plazheve publike të cilat do të jenë falas në favor të qytetarëve. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, po kryen tashmë edhe hapjet e gropave për të vendosur edhe çadrat në gjithë Bregdetin. Gjithashtu janë vendosur tabela sinjalizuese për pushuesit dhe thuhet se në Bregdetin e Vlorës do të ketë rreth 200 çadra të cilat do të vendosen fala për pushuesit në qytet. Sipas informacioneve, bet me dije se hapësirat publike të cilat janë përcaktuar për të pushuar falas janë në një prej tyre përballë Ish Akademisë Marinës, ndërsa tjetra tek Ish Vefa. Në hapësirën publike të Ish Shkollës Marinës do të jenë rreth 80 çadra, ndërsa tek Ish Vefa numri i çadrave do të jetë rreth 120. Do të ketë edhe shërbime të pastrimit të territorit nga punonjës të ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës. Gjithashtu po shikohen mundësitë edhe për krijimin e aty të dusheve. Problem deri më tashmë mbetet mungesa e përkthuzëve të plazhit. Praktikisht për këtë vit këto hapësira publike të qytetarëve nuk do të jenë të sigurta për të pushuar.